Të ardhurat e sadakas, vitrave, zeqatit, antarësisë, si dhe qirave të objekteve të Këshillit të Bashkësisë Islame të Kosovës në Prishtinë, po dyshohet se janë keqpërdorur për 3 vite me radhë nga Bari Rexha. Sipas kallëzimit penal të siguruar nga insajderi, pretendohet se Rexha ka kryer disa vepra penale përfshirë mashtrim, keqpërdorim i besimit, përvetësim në detyrë, përdorim të paautorizuar të pasurisë dhe vjedhje. Aty pretendohet se Rexha, duke keqpërdorur besimin në detyrën e tij si arkatar, ka bërë ndryshime të gabueshme në shifrat e të hollave të pranuara, duke mos i regjistruar disa të hyra dhe duke manipuluar me shërbime të varrimit. Pretendohet gjithashtu se në vitin 2020 Rexha ka fshihur një shumë prej 16.179 euro nga shifrat që janë regjistruar në raportet financiare të BIK-ut. Ai është suspenduar me 5 mars të vitit 2023 dhe më pas është larguar nga detyra pas dyshimeve për keqpërdorim të fondeve. Avokati i sharkatarit Kasriot Feka ka hedhur dyshime se mund të kenë përfituar edhe familjar të krerëve të BIK-ut nga këto keqpërdorime dhe ka kërkuar nga kryetari i Këshillit të BIK-ut Hetem Sopjani që të shpjegonte nëse ai kishte nënshkruar çdo faturë të përfshirë. Feka ka theksuar se nuk ka asnjë provë të mjaftueshme që mund ta vërtetojë keqpërdorimin e detyrës nga ana e Rexhës. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Këshillit të BIK-ut, Bares Sejdiu, ka mohuar këto pretendime duke i cilësuar ato si të pabaza dhe ka theksuar se çdo mjet financiar i besimtarëve administrohet në përputhje me ligjin dhe se Këshilli nuk do të lejojë keqpërdorimet të fondeve. Në konferencën për media të Këshillit të BIK-ut në Prishtinë, avokati i tyre Florim Shefqeti ka deklaruar se nga ish-arkatari Bari Rexha ishin tërhequr një herë 17.000 euro e më pas 11.000 euro. Sot gjatë ditës, mbrojtja e Bari Rexhës ka paraqitur kallëzim penal pranë prokurorisë themelore në Prishtinë lidhur me keqpërdorimet që janë kryer në Bashkësinë Islame të Kosovës. Rexha ka ngritur akuza të rënda kundër mbikëqyrëve të Kosovës Naim Tërnava dhe kryetarit të Këshillit të BIK-ut Sopjanit. Sipas Rexhës, në vitin 2022, Tërnava i ka kërkuar dhe marrë 35.000 euro nga arka e BIK-ut për arsye personale, të cilat më pas pretendohet se janë kthyer në vitin 2023. Rexha pohon se paratja ka dorëzuar Tërnavës në zyrë bashkë me zëvendës kryeimamin e Këshillit Idris Xhigolin. Ai ka deklaruar se këto mjete janë kthyer nga Miftiu Tërnava në vitin 2023. Ndërkohë, Rexha ka shpjeguar se si është arsyetuar mungesa këtyre mjeteve. Ai thot se kjo është bërë duke mos i regjistruar të hyrat e pagesave të antarësisë për vitin 2022. Të njëjtat thot se i regjistroi tek në vitin 2023 kur Miftiu Tërnava i ktheu 35.000 euro. Ndërkaq, Pajazit Tërnava, i cili prezantohet si nipi djali i vëllait të Naim Tërnavës, akuzohet se duke shfrytzuar autoritetin e tij ka ushtruar ndikim që t'i marrë 5.000 euro e më pas 3.000 euro, po ashtu sipas kallëzimit penal. Tërnava ka kërkuar edhe shuma më të vogla, si 500-300 euro dhe shuma të tjera. Ish-arkatari i BIK-ut nëpërmjet këtij kallëzimi penal po ashtu akuzon Adhorem Nuredinin se është obliguar për rritje të faturave me qëllim që diferencën e mjeteve financiare t'ia dorëzojë kesh. Në të kundërtën, sipas kallëzimit penal, do të largohej nga puna. Rexha me avokat Kasriot Fekën ka kërkuar nga prokuroria themelore në Prishtinë që të fillojnë hetimet ndaj të lartpërmendërve.